Mirëmbrëma për të gjithë dëgjuesit e Radio Marisë së Kosovës dhe qoftë lavdëruar Jezu Krishti. Në këto momente do lusim së bashku mbrëmsoren. Sot është e kremtja e Shën Marisë, nëna e hyjit. O hyj më e janë ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Lindur nga zemra prindit para fillimit të botës, i quajtur Alfa e Omega, burimi dhe përmbyllja i sendeve që janë, ishin dhe që do të vinë. Trajtën e trupit të mrazët, gjymtyr në nështruar vdekjes, deshi të mos vdiste fisi i njeriu të parë nga mugulli që ligji i të dënuarve në tartar të thellë kishte zhytur. O i lumi a i linduri kur vigjëra i hon, solli i shpëtimin ton, ngjizur nga shpirti shejt, biri shëlbues i botës, hyjin e shejt zbuloi. Ja ai që në shekujt e hershëm lajmëruan parafolsit, që shkrimet e profetëve besniku zotuan, të shkëlqej i premtuari çdo gjë atij lav të thur. Me zëra të melodishme, lavdit i thur i matit, lavdit i këndojmë Krishtit, lindur nga nëna e virgjër, dhe lavdit të përjetshme, shpirtit ngushëllues të ndritur. Amen. Antifona parë. Ndërrim i mrekullueshëm. Krijuesi mori shpirt e trup dhe lindi nga virgjëra. I bër njeri pa vepër të njeriut, na adhuron hyjnin e vet. Psalmi 113. Lavdërojeni shërbëtorët e Zotit, lavdërojeni emrin e Zotit. Qoftë bekuar emri i Zotit që shtash e deri në amshim. Që kur lind dielli e derisa perëndon, qoftë bekuar emri i Zotit. I madhërueshëm është Zoti mbi të gjithë popujt, lavdia e tij i te kalon qiejt. Kush është si Zoti hyj ynë, që fronin e ka në lartësi, e nga lart vrojton qiellin e tokën? Nga pluhuri e ngres kamnorin, nga llomi e lartëson të vobektin, për ta vënë të rri me princat e popullit të vet. Ai bën të banoj beronja në shtëpitë e vet, nën fëmijësh të gëzueshme. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. ndërrim i mrekullueshëm, krijuesi mori shpirt e trup dhe lindi nga virgjëra, i bër njeriu pa vepër të njeriut, na adhuron hyjnin e vet. Antifona 2. I përmbushe shkrimet ku në mënyrë të pashembullt linde nga virgjëra, sikur vesa mbi bashk zbrite për ta shëlbuar njeriun. Lavdi ty, o hyji ynë. Psalmi 147. Lavdëroje Jerusalem Zotin, madhëroje o Sion hyjin tënd, sepse i forcoi shulat e dyrëve të tua, i bekoi bitet tu në ty. Ai u asiguron kufive të tu paqen, ai të ushqen me palcën e grurit, ai e dërgon fjalën e vet mbi tokë, lajmi i tij vrapon me shpejtësi. E hedh borën por si lesh, e derdh brymën por si hi, e lëshon breshrin por si kafshat. Kush mund të qëndrojë para të ftohtit të tij? E dërgon fjalën e vet e ato shkrihen, çon erën e vet e ujrat rrjedhin. Ai i azbulon fjalën e vet Jakobit, drejtësitë e gjyqjet e veta Izraelit. Nuk bëri kështu me asnjë kom tjetër, asnjërit nuk i zbuloi vendimet e veta. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. i përmbushe shkrimet ku në mënyrë të pashembullt linde nga virgjëra, sikur vesa mbi bashk zbrite për ta shëlbuar njeriun. Lavdi ty, o hyji ynë. Antifona 3. Por si ka quba që Mojsiu po shite duke u djegur pa tretur, e pa cënuar është virgjëria jote, o nëna hyjit, ne të lavdërojmë e ti lutu për ne.
Kënga e krahasuar letra Efesianëve kapitulli i parë rreshta 3 deri 10. Qoftë bekuar hyi, Ati Zoti ton Jezu Krishti, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror, në qiell në Krishtin, në të na zgjodhi, para krijimit të botës, që të jemi të shenjtë e të papërlyer. para ti në dashuri, Ai na parashënoi për vete, të jemi bi në shpirt, në saje të Jezu Krishtit, me pëlqimin e vullnetit të vet, për nder të lavdisë së hirit të tij. me të cilin na pajisi me anë të dashurit, Në të, në saje të gjakut të tij. e fituam shpërblimin, Në të na u falën fajet, me anë të begatisë së hirit të tij, të cilin hyi e ndikoi në ne. bashk me çdo urti e kuptim, Ai na vuri në dijeni, mbi misterin e vullnetit të vet, synim që lërisht kishte vendosur, qysh më parë ta kryente në të, kur të plotësohej koha, të vërë çdo gjë nën kryesinë e Krishtit, të gjithë qëndësit, që janë në qiell e në tokë, lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. por si ka quba që Mojsiu po shihte duke u djegur pa tretur, e pa cënuar është virgjëria jote, o nëna e hyjit, ne të lavdërojmë, ti lutu për ne. Leximi i shkurtër marrë nga letra drejtuar Galatasëve kapitulli 4. Kur erdhi koha e caktuar, hyi dërgoi birin e vet, të lindur prej gruaje, të nënshtruar ligjit, që t'i shpërblente të nënshtruarit e ligjit, që ne ta fitonim bisi në shpirt. Përgjigje e shkurtër. Fjala e Zotit u bë njeri dhe banoi ndër ne. Fjala e Zotit u bë njeri dhe banoi ndër ne, Prej plotësisë së tij të gjithë ne kemi pranuar hir mbi hir. dhe banoi ndër ne. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Fjala e Zotit u bë njeri dhe banoi ndër ne. Kënga ungjillore e Magnificat, antifona. Për dashurinë e madhe me të cilën na deshi, hyi i dërgoi birin e tij në një trup mëkati, i lindur prej gruaje, lindur i nënshtruar ligjit, aleluja. Kënga Zakari sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë. Mesia dhe palëmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti i hyi i Izraelit, që pa dhe shpërbleu popullin e vet, ai e ngriti shpëtimtarin ton, në shtëpinë e Davidit, shërptorit të vet, sikur se premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoi prej armiqve tan, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që a premtoi etërve tan, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, ati ton, se do t'na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të liruar nga duart e armikut, në shetëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, e ti o djalosh do të quhesh profeti të Tetë Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur udhët, për ta vënë në dieni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do t'na e dërgoj në pasi prej qielli diellin, për të shndërritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapat tan në udhën e paqes, lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. për dashurinë e madhe me të cilën na deshi, hyi i dërgoi birin e tij në një trup mëkati, lindur prej gruaje, lindur i nënshtruar ligjit. Aleluja. Lutje të besimtarve. Bekuar qoftë Jezu Krishti, paqja jon, që erdhi me qëllim që prej të gjithë popujve të bëjë një popull të vetëm. Atij t'i drejtohemi me lutje të përzemërt. O Zot, jepu atë gjithëve paqen tënde. Ti me lindjen tënde njerëzve u atregove mirësinë dhe dashurinë tënde. Bëj që gjithmonë të falenderojmë për mirësitë tua të shumta. O Zot, jepu atë gjithëve paqen tënde. Ti Marin, nënën tënde, e mbushe plot me hir, jepu atë gjithëve hiret e tua.
O Zot, jepu atë gjithve paqen tënde. Ti erdhe që botës ti sellesh lajmin e gëzueshëm. Shëmoi predikuesit dhe dëgjuesit e fjalës sate. O Zot, jepu atë gjithve paqen tënde. Ti u linde prej Marisë dhe u bëre vëllai ynë. Mësoj të gjithë njerëzit ta duan njëri tjetrin dhe të krijojnë vëllazëri mes tyre. O Zot, jepu atë gjithve paqen tënde. Ti u shfaqe botës si diell i ri, bëj që të ndjerët të shohin faqe faqas. O Zot, jepu atë gjithve paqen tënde. Aty ynë që je në qiell u shin troft e mryt, art mbretëria jote u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hy ti që me vizhërinë e frytshme të lumës Mari, i fale njerëzimit të mirat të shërbimit të amshuar. Bëj po të lutemi që dhe ne ta provojmë ndërmjetësinë e asaj, në për të cilën merituam ta marrim birin tënd, autorin e jetës, ai që më ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shejt, hy për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, në emër të stafit të Radio Marisë u aurojmë natën e vitit të ri. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.